Në një moment që përkoi me fundin e mandatit të tij në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, Piro Vengu u shfaq publikisht në komandën e forcës toksore në Zall Her, ku u zhvillua ceremonia e marrjes në dorëzim të sistemeve moderne anti-tank Javelin, pjesë e bashkëpunimit dypalësh me Shtetet e Bashkuara. E ngarkuara me punë e SBA-ve Nancy Van Horn, e cilësoi Vengun si një partner të besueshëm të Washingtonit, duke theksuar se rritja e investimeve në siguri është një garanci për të ardhmen dhe se bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet i fortë. Është vërtet kënaqësi në fakt që në këtë moment tranzitimi të detyrës time të mund të linim këtë shenjë sot së bashku me partnerët tanë amerikan. Sot dorëzojmë në forcën toksore sistemin Javelin në tërësinë e këtij komponenti të porositur prej vitesh dhe pjesë e një bashkëpunimi të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Ky sistem nuk është thjesht një simbol force dhe kapaciteti do thoya unë, është dhe një mesazh qartësie strategjike. Lux është një shtyllë e shtetit dhe një kusht ekzistence për një shtet serioz që dëshiron të jetë një hallkë fort në të gjitha proceset që na presin dhe veçanërisht për sa i përket anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe shtetet serioze padyshim investojnë në kohën e duhur dhe jo kur është vonë. Faleminderit të gjithëve për gatishmërinë, mbështetjen, durimin shpeshherë, sikundër dhe për kushtimin e përditshëm shpeshherë jashtë projektorëve, po gjithnjë me shumë mirënjohje dhe dedikim. Rritja e angazhimit tuaj për sigurinë është një kapar për të ardhmen. Ne jemi krenar që jemi partner në këto përpjekje, gjithashtu dua të them që jemi teje të lumtur që të kemi mundësinë të kemi këtu ministrin, i cili ka qenë një partner shumë i fortë i Shteteve të Bashkuara në muajt e fundit dhe jam teje të kënaqur të shikoj këto sisteme. Ceremonia mori një domethënie të veçantë edhe për faktin se vjen në prag të largimit të tij nga detyra. Gjatë mbledhjes së fundit të qeverisë në Pallatin e Brigadave, kryeministri Edi Rama vendosi zëvendësimin e Vengu, duke ia besuar drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes Ermal Nufi. Kështu, dorëzimi i sistemeve ushtarake u kthye në një nga aktivitetet e fundit publike të Vengu si ministër, duke mbyllur një periudhë të shkurtër, por të fokusuar në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe në thellimin e partneritetit me aleatët strategjik.